dhe shpërndarja e flet palosjeve, sepse arsye për të protestuar ka jo pak, dhe kjo qeveri dhe kjo majorancë që kontrollon gjitha pushtetet të ofron arsye për ditë, siç e dëgjova edhe në mesazhin e sekretarit të përgjithshëm, jo më larg se ditën e djeshme, një nga personat i cili ka shpërdoruar miliona dhe 10 miliona të fondeve publike në tendera sekret që jepen drejt për drejti koordinatorit qeveritar të krimit të organizuar, jepen drejt për drejti kompanive të preferuara të lidhura me drejt për drejti me familjen e kryeministrit Rama, doli nga masa e sigurisë e arrestit në shtëpi, vetëm me detyrim paraqitje, ndërkohë që qindra qytetar, mijëra të tjerë të cilët nuk kanë lidhje me pushtetin, vazhdojnë dërgjen burgjeve, siç janë edhe disa prej protestuesve, Kazo, edhe disa prej protestuesve janë akoma ato të arrestuar. 70% e personave e personave cilët janë popullojnë ose mbi popullojnë burgjet shqiptare janë të arrestuar në pritje të gjykimit, ndërkohë që zonja Shpërdorim, zonja Akshi dhe gjithë banda kriminale e Akshit që të dhënat sensitive të shqiptarëve i ka lënë minimalisht në duart e krimit të organizuar dhe për të mos shkuar më tej në cënimin e sigurisë kombëtare, çka përbën një shqetësim edhe për NATO-n, vend i cilit neve jemi, del me detyrim paraqitje sikur nuk ka ndodhur asgjë dhe nuk do të çuditem nëse ditën e hënë do ta shoh përsëri në krye të detyrës që ushtrohen për llogarit familjes së kryeministrit, duke firmos tenderat e radhës dhe mbushjen e xhepave të radhës. Kaso, një protest e cila pason shumë protesta kombëtare, të cilat mbahet edhe ditën e sotme në ora 19. Pyetja ime është për pjesën kritike të kësaj proteste, çfarë pritet ndodh, do të jetë i njëjti skenar, çfarë presim të arrijmë me këto protesta, sigurisht nuk e se mendojmë që do rrëzohet Rama sot, por për pjesën kritike që mbasi janë disi skeptik ose mosbesues në aksionin e opozitës. Atëherë për ne ka rëndësi pjesëmarrja e njerëzve për treguar që siç e thash përpara, demokratët janë më këmbë, demokratët janë shumë dhe demokratët nuk kanë frikë as të dalin, por nuk kanë frikë as të përballen, nëse siç kemi parë dhe herë tjera ata provokohen, ose nëse le të themi policia siç nuk ka hezituar të bëjë në protestat e fundit, veçanërisht te protesta e datës 17 prill, përdor një dhunë të pajustifikuar, të paarsyeshme ndaj çfarëdo lloji eksponenti të opozitës, ndaj të rinjve, ndaj të moshuarve, ndaj deputetëve, ndaj kujdo që i del përpara, thjesht dhe vetëm për të ngjallur terror, për të shpërndar protestën në mënyrë të pajustifikuar, çka del jashtë tagrit të saj, tagër cilin ajo ka vetëm për të garantuar protestën, dhe mbi të gjitha për të trembur njerëzit që të mos dalin më në protestë. Kështu që sigurisht dinamikën edhe e turin e protestës e përcakton mbi të gjitha pjesëmarrja e njerëzve, si dhe zëmrata e tyre, dhe le të themi që nga ana jonë si organizator janë marrë që të gjitha masat që t'i përgjigjemi çdo lloj skenari të provokimeve që mund të ketë ose të infiltrimeve që mund të ketë të policisë në radhët e protestuesve, të cilët vënë aty për të ushtruar paqësisht të drejtën e tyre të protestës, por jo rrallëherë kemi parë që eksponentë ose persona të infiltruar nga policia kanë nxitur akte dhune dhe kanë bërë që protestat marrin një rrjedhë pa parashikuar. Kështu që në këtë drejtim le të themi që ne pritshmëritë kemi të mira për një protestë masive dhe sigurojmë gjithë shqiptarët që ne jemi aty bashkë me ta për të bërë që gjithçka të shkojë mirë. Kaso, me që dole tek situata, tek roli i policisë së shtetit, ku ne kemi dëshmuar që nuk janë kursyer as gazetarët, as antarët e shoqërisë civile, as personat publik, as edhe vetë deputetët, por dhe vetë lideri i opozitës, ku her pas here sulmuar qoftë me ujë, qoftë me gaz lotësjellës. Marrë shkas këtu edhe nga deklaratat e kryetarit drejtorit